to get your thoughts on that. She put down that her Gjatë një vizite në shtëpinë e bardhë, presidenti I Afrikës së Jugut, Cyril Ramaphosa, u përball me një situatë që nuk e kishte parashikuar, ku presidenti Donald Trump I përplasi në fytyrë akuzat se popullsia e bardhë e Afrikës së Jugut po përballet me genocid pa drejtësi dhe konfiskim tokash. Takimi I tensionuar ishte I ngjashëm me përplasjen që Trump pati me presidentin Zelensky pak muaj më parë në shtëpinë e bardhë. Ramaphosa shpresonte të përdorte takimin e smërkurës për të rivendosur marrëdhëniet e vendit të tij me SBA-n, pasi Trump anuloi ndihmën shumë të nevojshme për Afrikën e Jugut, u ofroi strehim afrikanëve të bardhë, dëboi ambasadorin e vendit dhe kritikoi çështjen e saj gjyqësore për genocid kundër Izraelit në gjykatën penale ndërkombëtare. Trump u hodh menjëherë në sulm duke transmetuar një video ku pretendoheshin problemet me të cilat përballen të bardhët në Afrikën e Jugut. Kemi shumë njerëz që ndjejnë se po përsekutohen dhe po vinë në Shtetet e Bashkuara, tha Trump. Pra ne pranojmë nga shumë vende, nëse ndjejmë se po ndodh persekutim ose genocid, shtoi ai, duke ju referuar konkretisht fermerëve të bardhë të Afrikës së Jugut. Ramaphosa I ulur në një karrige pranë Trump dhe duke qëndruar në qetësi kundërshtoi pretendimet e presidentit amerikan. Presidenti I Afrikës së Jugut përmendi shembullin e Mandelës si një paqebërës në Afrikën e Jugut. They died violently, and we're here to talk about it, and I didn't know we'd get involved here.